Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se u gjej. Ja ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Kam përzgjedhur sot librin Njihe Zotin, i autorit Dr. Mustafa Mahmud. Ky është libri që kam përzgjedhur për t'ju prezantuar. Një libër mjaft interesant, siç e kupton edhe nga titulli, me një tematik fetare. Libri është përkthyer nga gjuha bosnjake, nga Nexhat Ibrahimi, ndërsa është botuar nga Bashkim Avdiu. Redaktor profesional është Nureddin Ahmeti, redaktor gjuhësor është Liliana Jajaga. Kopertina është mundsuar nga Bashkim Mehani, ndërsa është botuar në vitin 2018 në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Përmbajtja e librit është e ndarë në 4 kapituj, përkatësisht: Zoti tek ata që e mohojnë, Zoti tek shkencëtarët dhe mendimtarët, Zoti në lutje gjatë shekujve, Zoti në Islam. Sipas autorit, është e rëndësishme me e njoh Zotin tënd, sepse Allahu mbetet për hir në matësinë, përsosmërinë dhe abstraksionin absolut, pastaj është i larti, i mbilartësuar, të cilit i takon uniteti i vërtet. Të njohësh Zotin dhe ta mbash atë në zemër, do të thotë të shndërrohesh në një njeri më të mirë dhe më të drejtë. Zoti është burimi i mëshirës dhe bujarisë. Ai na frymëzon me falje dhe pendim. Kështu, të nderuar teleshikues, ju mund ta bëni tuaj këtë libër në faqen tonë online islamshop.ch ose duke porositur në numrin +41 79 46 95 036. Ndërsa në vim do t'ju lexoj disa pjesë të shkëputura nga ky libër që të kuptoni më shumë rreth tij. Ti je lart, por megjithatë i shëndërrit fytyrat e njerëzve. Ti fal jetën fëmijës në mitrën e nënës. Ti brengosësh për të derisa është i vogël. Ti ja zbut frikën që të mos qaj. Ti ja hap gojën dhe mëson të flas. Ti siguron çka i nevojitet të jetoj. Ti e mëson zogun si ta thyej gëzhojën e vezës dhe të dalë. O sa të shumta janë krijesat e tua. O i vetmi, ty asgjë nuk të përngjan. Tokën e ke krijuar si ke dashur. E ke krijuar vetë sepse ty shoku nuk të përngjan. Në tokë njerëzit dhe shtazët i ke krijuar. Çdo krijesë të nevojshme ja ke dhënë. Dhe kohën e jetesës, çdo gjëje ja ke caktuar. Njerëzit i ke bërë popuj dhe fise të ndryshme. Dhe ke dhënë që të shërbehen me shumë gjuhë. Ua ke krijuar dimrin që ta njohin të ftohtin tënd. Ua ke dhënë verën që ta shijojnë ngrohtësinë tënde. Ti ke trajtësuar në mitrat e nënave. Ti ke trajtësuar sipas fotografive të dëshiruara sipas vetes. U ke lëshuar shi nga qielli, të rrjedh në val që ndeshen, dhe fushat e tyre i ujite. O sa madhështor është caktimi yt, krijues i amshueshmërisë. Çdo gjë ekziston varësisht nga Allahu. Ne çdo ditë ekzistojmë të varur nga ai dhe me ndihmën e tij. Shohim me ndihmën e tij, dëgjojmë me ndihmën e tij, me anë të dhuntive që na ka dhënë. Tërkozmosi ja ka borxh ekzistimin e vet Allahut. Ai mban çdo gjë. Ai do të na ringjallë në ditën e gjykimit. Ai me kujdesin e vet përfshin çdo gjë në këtë botë, prej atomit deri në kozmos. Ai është i gjithmundimshëm. Kështu, të nderuar teleshikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të shihemi në emisionet e radhës për të diskutuar për të tjera libra. Libri Njihe Zotin, i autorit Mustafa Mahmud, mund ta bëni tuaj në faqen tonë islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.